Kjo mendoj që tregon shumë për faktin edhe vetë vjen e frontit në Donetsk, ku edhe në takimin e bisedimit ka qenë kurshëzim i palës ruse që dy regionet Donetsk dhe pjesa tjetër e Luhanskit apo bazeni komplet që quhet kjo pjesë e Donbasit të merret dhe të kontrollohet, të njihet si pjesë e territorit të Federatës Ruse. Dhe mendoj që pika e cila më së shumti ka qenë, mund të them, e rëndësishme për ukrainasit është Pokrovski, ku realisht ka qenë vija furnizimit për tërë logjistikën dhe kapacitetet ushtarake të Gjeneralshtabit të Ukrainas. Dhe mendoj që në këtë pjesë rusët kanë arritur për fatkeqësinë e Ukrainës që tani më Pokrovskin ta kenë nën kontrollin e tyre. Dhe mendoj që Kupianski do jetë pastaj pika tjetër e cila mund të jetë po ashtu një betejë e cila mund të ndikoj që forcat ukrainase të bëjnë tërheqjen, mund të jetë edhe tërheqje taktike, sepse pozicionimet e këtyre forcave janë dhe logjistika e tyre është dhe furnizimi në pozicion jashtëzakonisht të rëndë. Mendoj që pjesë tjera të Hersonit dhe të Zaporozhjes janë dy regione me të cilat rusët kanë bërë disa depërtime në pjesën e Zaporozhit në disa fshatra. Ka qenë edhe taktizim dhe strategji e forcave ruse që të deportojnë edhe në Dnepropetrovsk, në një region i cili realisht përkufizon edhe vijën e lumit Dnepër, që do në Mikolajev në pjesën e poshtme, që dhe edhe pastaj komplet Dnepri në detin e Zi. Dhe kjo strategji ruse realisht sot do jetë e arritshme për momentin, edhe pse ka hapa të ngadalshëm, por rusët kanë përdorur këtë strategji fshat pas fshatri. Dhe kjo mendoj që te ukrainasit ka shkaktuar, mund të them, problematik, sepse kapacitetet dikun vetëm në rajonin në përgjithësi të Donbasit kemi 180.000-200.000 forca ruse. Dhe kjo mendoj që ka qenë e pamundshme që të përballohet për forcat ukrainase, mos flas për pjesën tjetër të teknologjisë. Meqense Ukraina në momentet e fundit, javën e kaluar, ka bërë shkrepje të disa raketave Flamingo, të cilat domenin e kanë deri në 3.000 kilometër. Dhe kështu ka qenë edhe pjesa brendshme në Ukrainë ku është goditur sidomos Zaporozhja dhe Krimea. Ura e Kerçit është jashtëzakonisht jetike për ukrainasit, sepse nal arterien e furnizimit të forcave ruse në pjesën e Krimes. Më duket që ka pas edhe një goditje në pjesën e degës së FSB-s ruse në Krime, dhe kjo tëra tregon që sa do të jetë efikase kjo raket, por fatkeqësisht kemi pasaj bombardime të mëdha në rajonin komplet të kryeqytetit të Kijevit, por edhe pjesës perëndimore të Ukrainës, Ivano-Frankovsk dhe pjesën e Lvivit. Dhe kjo me të vërtetë për të dalë furnizimet, rusët do të thotë testojnë, pastaj marrin informacione edhe nga satelitët dhe pastaj bëjnë goditje. Dhe është pandashme në disa momente kur godet me Iskander, Emin dhe me Kinjallën. Por për momentin është një situatë e cila tregon që Ukraina këtë dimër do ta ketë jashtëzakonisht vështirë.